Nga dita e sotme ka hyrë në fuqi zbatimi i ligjit për të huajt dhe ligjit për automjete. Zëvendës kryeministri në detyrë i Kosovës, Besnik Bislimi, ka bërë të ditur se aktualisht gjenden në fazën e parë të zbatimit të ligjeve, ku vizitorët që hyjnë në vendkalime kufitare do të pajisen me material informues rreth procedurave dhe rregullave specifike. Periudhë kjo që do të zgjas deri më 15 mars 2026 dhe pas kësaj periudhe do të fillojë zbatimi i plotë i procedurave dhe rregullave. Ndërkaq zbatimi i ligjit për të huaj nënkupton se të gjithë ata që nuk posedojnë dokumente të Kosovës do të duhet të aplikojnë për leje çndrimi brenda 72 orëve. Se i përket ligjit të komunikacionit, është bërë ditur se nënkupton që automjetet me targa të huaja nuk mund të qarkullojnë më shumë se 3 muaj ose mbi bazën e autorizimit. Zbatimi pa përjashtimi këtyre dy ligjeve ishte planifikuar të niste më 1 nëntor të vitit të kaluar, por Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës e shtyua fatin deri më 15 janar 2026 me qëllim zhvillimin e një fushate informuese. Ndërkaq informata më të detajuara në lidhje me ligjet dhe nenët janë publikuar në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës, si dhe në faqen zyrtare të Ministrisë së Punëve të Brendshme.